për hir të fëmijëve. Ky është mesazh për hir të fëmijëve tanë. Unë e kuptoj që lufta politike në Shqipëri dikur bëhej me kampe përqendrimi, me internime, me pushkatime, me dënime me vdekje pa gjyq. Njerëzit dikur dënoheshin me burg sepse thonin fjalët e gabuara në radhat e qumshtit, vajgurit, djathit, vezëve dhe patateve. Mjafton një fjalë se mungonte një asortiment në dyqan, në bylmetore, në fruta perime apo tek dyqani i bukës dhe menjëherë këshilli i qytetit, i fshatit, Fronti Demokratik, fuksat, spionët, sigurimi i shtetit do të shkonin me vrap dhe furi për me arrestu apo për me i internu edhe familjen. Nëse sot bëhet ndryshe, sot nuk ka më nevojë për kampe përqendrimi, por mjafton që të kesh milici vreri. Dhe milicit e vrerit janë në dy forma, në formën e militantëve, pra njerëz real, militant, të verbuar, por njëkohësisht edhe të shplar në mendjen e tyre nga vija e partisë, ndoshta dhe jo me urdhër, por nga vija e partisë dhe nga bindja ndaj partisë, dhe për këtë arsye ata po nuk e pan që ti je në të njëjtin tabor me ta, patjetër që do të shpallin armik, do të shajnë, do të mallkojnë, do të nëmin dhe do të të mbulojnë me shumë balë, me lumenj me balë, me male me balë, me vrerë, me lumë e me gjithë shka që të munden. Por kanë marrë masat që kanë edhe këto që quhen milicit virtuale të vrerit, apo si që njohim punonjës, call centerash, të cilët hapin profile falso dhe masakrojnë çdo komunikim në rrjet, pra çdo komunikim në internet, në rrjete sociale, në portale, në gazeta, kudo, në përblogje, kudo, në Shqipëri dhe diasporë, këto milicit virtuale të vrerit, apo si që quaj unë trollitant, pra militant që janë dhe trolla, trollitant, këta trollitant, pra këta milic virtual të vrerit, ndyn çdo faqe, çdo komunikim, çdo bised, çdo kontribut të çfarëdo qytetari kushdo qoftë ai, mjafton që të jetë qytetar i lirë dhe mjafton që të jetë guximtar për me shpreh mendimin e vet në rrjetet e veta sociale. Tani unë këtë thirrje po e bëj për hir të brezave, për hir të fëmijëve tanë. E kuptoj të dashur miq, të dashur shqiptar, të dashur militant, po njëkohësisht e kuptoj që edhe ju milic të vrerit virtual, pra ju që qëndroni prapa kompjuterave, prapa laptopave, prapa celularve, prapa tastierave për të sharë, mallkuar, nëmur gjithë dynjan, nuk keni si bëni ndryshe sepse është pjesë e natyrës tuaj. Por ju lutem, me shpirt ju lutem, mos përdorni të paktën gjuhë vulgare, mos përdorni gjuhë banale. Mendojeni si prindër, mendojeni si përgjegjës për fëmijët tanë. Mendojeni sepse tashmë jetojmë në një kohë dhe në një epokë kur telefonat qarkullojnë në duart e fëmijëve. Fëmijët tanë janë në rrjetet sociale. Fëmijët tanë shohin dhe lexojnë gjithë të batërdi. Ju mund të doni të shkatroni prindin e tyre. Mund të doni të sulmoni, të nëmni, të mallkoni prindin e tyre. Por është e padrejtë, është kriminale që fëmijët të lexojnë atë fjalor vulgar, pornografik, banal që ju përdorni kundër çdo njeriu. Kundërshtoni idet, shani idet, kundërshtoni fjalët, shani fjalët e njeriu.
por jo njeriun dhe jo me fjalor banal dhe vulgar. Ju ludhem për hir të brezave sepse po bëjmë një dëm të pa llogaritshëm për të nesërmen. Unë shoh çdo ditë në rrjetet e mia sociale një katraur, por them katraur, një lemeri, një skizofreni, një psikopati, një diare psiqike masive, ku me qindra komente, dhe këtu nuk po flas për ato anonimet, por me qindra komente negative nga militant partish të mëdhaja apo të vogla, partish të ndryshëm, nga njerëz të cilët kanë një bindje ndryshe nga unë politike, të cilët e nisin çdo koment, çdo fjalë, me sharje, me banalitet, me vulgaritet, me një çmenduri që t'i kalon edhe imagjinatat më të ligështa, më diabolike, më djallëzore. Por kam parë që këto komente nuk lëndojnë vetëm sytë e mi, nuk lëndojnë vetëm zemrën time. Se ndoshta unë jam luftëtar në betejë dhe ndoshta edhe mund t'i përballoj. Por kam parë që këto komente lëndojnë sytë dhe zemrat e fëmijëve të mi. Dhe nuk po them keni mëshirë për mua apo për fëmijët e mi, por po them mendojeni si prindër dhe mendoni edhe për fëmijët tuaj, për niprit dhe mbesat tuaja, sepse kam parë që shumë nga komentuesit janë 50, 60, 70 vjeçar. Para se të shkruani, para se të shani dikë, para se të villni vrerë mbi dikë, para se të shprasni e të shpalosni të gjithë kulturistikën tuaj pornografike për me shat dikë, mendoni si gjyshër, mendoni si prindër, mendoni me përgjegjësinë e njeriut që lë gjurmë tek brezat që vinë. Mos i ktheni rrjetet sociale, mos i ktheni komunikimet si hale publike ku vetëm zbrazni diaren tuaj psiqike, se po shkatroni brezat. Mendoni këtë gjë, çdo ditë kur shihni fëmijët tuaj që shohin Peppa Pigun, kur shihni fëmijët tuaj që shohin filma, që shohin YouTube, mund të rastisin ndërkohë që bëjnë scroll me gisht tek video, tek postime ku janë dhe komentet tuaja. Mendojeni si për fëmijët tuaj, mendojeni si për niprit dhe mbesat tuaja. Lartësohuni në kulturën qytetare. Shani idet, jo njeriun. Shani fjalët, jo njeriun. Edhe sharjen në mundshi, bëheni me fjalë refuzuese, bëheni me fjalë të denja, jo patjetër me fundin e fundit të gjirizeve dhe pornografisë e gjirizeve. Ju lutem, për hir të fëmijëve, ju lutem.